Në këtë edicion do të ndiqni. Therët me thik një imitur në Gjakov dërgohet për trajtim në ÇKUK. Një objekt i vjetër rrezikon të shembet në Gjakov. Rruga në Ramës po vazhdon të shembet. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Lëndime të rënda ka marrë një imitur që u therr me thik sot. Pas trajtimit fillestar në spitalin Isa Grezda, ai u dërgua për trajtim të mëtutjeshëm në qendrën klinike universitare të Kosovës. Një imitur rreth moshës 16 vjeç është therrur me thik sot rreth orës 12:30 në afërsi të shkollave të mesme në Gjakov. Sipas specialistit të emergjencës, doktor Gjo Komani, i lënduari fillimisht ka marrë trajtim mjekësor në emergjencën e Spitalit të Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov, pasi është goditur me mjet të mprehtë thik. Ka qenë një lëndim në pjesën e pasme të toraksit, një plagë prerëse, e cila është përpunuar dhe për arsyera të matë profilizuar është transferuar për Prishtinë, ÇKUK. Gjendja konsiderohet nën kontroll, gjendja mesatarisht e rëndë, se ka ajnë mushni. Ndërkaq, policia e Kosovës në Gjakov, përmes zyrtares për informim publik Vlera Krasniqi, ka njoftuar se sot, me 13 janar 2026, rreth orës 12:30, kanë pranuar informat për një përleshje fizike në rrugën Beqir Kastrati, ku ishin të përfshirë disa persona të mitur. Si pasojë e përleshjes, njëri nga personat e përfshirë ka pësuar lëndime trupore nga një mjet i mprehtë. Viktima fillimisht ka marrë trajtim mjekësor në Gjakov dhe më pas është transferuar në ÇKUK për trajtim të mëtejm. Sipas policisë, viktima është intervistuar në prani të prindit, ndërsa njëri nga të dyshuarit është duke u intervistuar. Njësitë relevante policore kanë reaguar menjëherë ndaj rastit dhe po vazhdojnë veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të incidentit. Një shtëpi rrezikon të shembet në një nga lagjet të qytetit. Ky objekt në rrugën Abedin Tërbeshi prej vitesh është i pabanuar dhe i njëjti pas tërheqjeve të fundit është dëmtuar edhe më shumë, duke u bërë një shqetësim i vazhdueshëm për komunitetin. Një shtëpi e vjetër në rrugën Abedin Tërbeshi po vlerësohet si rrezik serioz për banorët dhe për kalimtarët që frekuentojnë këtë zonë. Banorët thonë se kjo gjendje po vazhdon prej disa vitesh dhe se sa herë ka rreshje shiu apo bore, objekti dëmtohet edhe më shumë dhe copa nga muri apo hapësira të tjera të shtëpisë bien në tokë. Është urdhzu, shënilësim vasasajna është urdhzu kjo, që sa kosh, kështu, veç shkan to shem. Kjo është edhe rrezik më ndonë i fëmijë ose i kerë ose dhe shkam një për kur farmasa nuk marrin të këmajna për mi urdhzu. Rreziku është më i madh pasi në këtë rrugë qarkullojnë çdo ditë fëmijë. Banorët kanë kërkuar vazhdimisht ndërhyrjen e institucioneve përkatëse, por deri me tani nuk është marrë asnjë masë konkrete. Ki njerëz, ki fëmijë që luajnë kia se të në verën e gatë, edhe dimni tash është, që shtopi, po që kjo gjendje është e kësajna. Nuk merr kërkush masa. Kemi kërkuar edhe në kapun, mi po kur farmase nuk nda marrë. Me qenë se ky objekt është pronë private, ne kërkuam të marrim një përgjigje edhe nga pronarët e kësaj shtëpie. Mirë po deri në transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë një përgjigje në lidhje me këtë çështje. Rreshtet e javës së shkuar kanë dëmtuar shumë edhe një rrugë në fshatin Ramës. Pas vërshimeve të fundit, gjendja e saj është përkeqësuar ndjeshëm, ndërsa shembja e tokës po vazhdon gradualisht. Një pjesë e rrugës në fshatin Ramac të Gjakovës vazhdon të dëmtohet çdo ditë më shumë, duke u shndruar në një rrezik serioz për banorët dhe për qarkullimin e automjeteve. Pas vërshimeve të fundit, gjendja e saj është përkeqësuar ndjeshëm, ndërsa shembja e tokës po vazhdon gradualisht. Ekipi ynë ka vizituar këtë segment të rrugës disa herë radhazi dhe çdo herë është vërejtur përkeqësim i dukshëm i situatës. Sipas banorëve të zonës, premtimet për rregullimin e rrugës kanë nisur që nga momenti kur dëmtimet janë bërë më të dukshme, por deri më tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje konkrete. Ata shprehen të shqetësuar se neglizhenca institucionale po e kthen këtë problem në një rrezik të përditshëm.
Një shtëpi në rrugën Pashkovasa gjatë vërshimeve të 6 janarit gati sa nuk u mbulua nga uji. Përmbytjet i shkaktuan dëme të konsiderueshme për të cilat kryefamiljari thëtë se dëmet janë vështirë të sanueshme. Ai thëtë se uji në ditën kritike kishte mbuluar gjithë hapësirën e shtëpisë dhe vetmja zgjidhje ishte të lenim shtëpinë dhe të mbrojmë familjen duke u larguar nga rreziku. Në shtëpi në rrugën Pashkovasa ishte përfshirë rënd nga përmbytjet e 6 janarit 2026. Në pamjet e asaj date shihet se uji kishte depërtuar shumë lart duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. E sot pas disa ditësh, pronari i shtëpisë Artan Kuqishtaj, derisa kujtonte situatën e ndodhur atë ditë, tha se uji kishte arritur në lartësi deri tek gjysma e mureve, duke kapluar të gjithë shtëpinë, e përpasoi familjarët të largohen vetëm për të shpëtuar fëmijët nga kjo ngjarje. Mëngjes herët nuk u kanë shumë, po ora 9:30 ka nisë me shpërthy dhe hi me një herë mrena në ujtë. Veç në dalë jashtë dhe kur gjos kena pështu hesh, absolut. Asison, veç i kena morë fëmijën edhe më dalë jashtë. Edhe disa ditë pas përmbytjeve, shtëpia vazhdon të jetë e pabanueshme. Balta dhe mbeturinat janë të pranishme në të gjitha dhomat, ndërsa dëmet janë të mëdha dhe vështirë për tu sanuar. Dhomë materiale shumë të mëshme, është shtëpi e pabanueshme për momentin. I gjendur në një situatë as pak të mirë, Kuqishtaj bën apel për ndihmë duke thënë se e ka të pamundur ta rindërtojë shtëpinë me forcat e veta. E los komunën, shtetin, gjithë donatorë që kush mundet me na ndihmu diçka me strohu dikun, me hi dikun. Jam veti 5 jantar, që to kushte shka pëqin edhe jo vetë, ta me materiale pa masjem, kur gjonë s'na ka tërpru, s'na ka met asë i gjonë kur sanë. Përveç shtëpisë Artan Kuqishtaj, përmbytjet e 6 janarit kanë përfshirë edhe të gjitha shtëpitë e kësaj rruge, duke lënë shumë familje të dëmtuara dhe në nevojë për ndihmë. Vrasja fundit në regionin e Gjakovës është regjistruar në vitin 2023. Komandanti i stacionit policor në Gjakovë, Melazim Lumi, duke folur për rritjen e nivelit të zbulueshmërisë së veprave penale, tha se ky rezultat është fryt i përkushtimit të vazhdueshëm të policisë, por edhe i bashkëpunimit të ngushtë me qytetarët. Stacioni policor në Gjakov ka shënuar një nga periudhat më të suksesshme të punës së tij gjatë 4 deri në 5 viteve të fundit. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë kësaj periudhe është regjistruar vetëm një rast vrasjeje në vitin 2023. Komandanti i stacionit policor në Gjakov, Major Melazim Lumi, ka bërë të ditur se ky rezultat është fryt i përkushtimit të vazhdueshëm të policisë, por edhe i bashkëpunimit të ngushtë me qytetarët. Në komunën e Gjakovës, këto që mbulon stacioni policor teritorin e komunës Gjakovës, gjatë vitit 2025 nuk kemi pasur fare vrasje, mirë po mund të themi me krenari që do të përpos vitit 2023 ku kemi pasur një rast vrasje, nga vitit 2019 e këte nuk kemi pasur fare vrasje, që është për ta falendëruar popullatën për kulturën, për raportimet të cilat bën domo që në start që evitohen domo të mos vite me keqja e rastin e vrasjeve, po ashtu si rezultat i punës edhe i policëve të stacionit policor këtu në Gjakov, është edhe puna kreative ku arrin dot që të zbulohen rastet në mënyrë që të mos lëm mundësi për incidente më të mëdha. Komandanti Lumi vlerësoi edhe rritjen e nivelit të zbulueshmërisë së veprave penale, duke shtuar se shumica e rasteve janë trajtuar me profesionalizëm dhe në kohë rekord. Këtë vit kemi pasur ngritjen e zbulueshmërinë e rasteve, vitin e kaluar kemi pasur zbulueshmërinë e veprave penale 74%, ndërsa këtë vit e kemi 81%, që është një trend mjaft pozitiv, mjaft i mirë. Ne dëshirojmë që vërtet zbulueshmëria të jetë 100%, por është e pamundshme të gjitha rastet të zbulohen, mirë po shumica e rasteve të cilat janë raportuar në stacionin policor të Gjakovës gjatë vitit 2025 janë zbuluar dhe janë dërguar para organeve të drejtësisë. Major Melazim Lumi tregoi edhe se ku është më shumë fokusi te zbulueshmëria e veprave penale. Ne fokusin e kemi te zbulueshmëria e veprave penale, siç janë vjedhjet e rënda, vjedhjet, kanosjet,
vrasjet në tentativë apo rastet e shpërdorimit të pasurisë, kështu që do të një pjesa ma madhe e veprave penale të cilat ndikojnë në jetën e qytetarëve do të janë zbuluar dhe janë trajtuar dhe proceduar më tutje. Sipas tij, puna preventive, patrullimet të rregullta dhe komunikimi i vazhdueshëm me komunitetin kanë ndikuar drejt për drejt në uljen e kriminalitetit. Përfaqësuesit e policisë bëjnë të ditur se do të vazhdojnë me të njëjtin intensitet të punës, me synim ruajtjen e rendit, sigurisë dhe besimit të qytetarëve. Vjetori i vitit të shkuar në Kosovë është regjistruar me çmime më të larta, ndërsa inflacioni vjetor në nivel vendi gjatë vitit të shkuar ka arritur në 3.9%. Kështu thuhet në një raport të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Çmimet e konsumit në Kosovë shkuan në 5.3% vjetore dhe 0.7% mujore, përderisa indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë në një mesatare prej 5.3% në muajin dhjetor 2025 krahasuar me muajin dhjetor 2024. Inflacioni mujor ishte 0.7% në muajin dhjetor 2025, ndërsa norma mesatare vjetore inflacionit për vitin 2025 ishte 3.9%. Në raportin e fundit të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thuhet se ngritja e indeksit të çmimeve të konsumit është vërejtur të kafja, çaji dhe kakao me 15.2%, pemët me 11.5%, energjia elektrike 11.4%, mishi 11%, pastaj vajra dhe yndyra me 8.4%, qumshti, djathi dhe vezët me 7.2% dhe shërbimet të tjera gjithashtu. Ndërsa rënja e çmimeve gjatë vitit të shkuar vërehet tek karburantët dhe lubrifikant për pajisjet e transportit personal minus 4.6% me një ndikim prej minus 0.3%. Ndërsa vetëm gjatë muajit dhjetor të vitit 2025, indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë thuhet në raportin e ASK-s. Kjo kryesisht është shprehur me ngritjen e çmimeve të konsumit në këtë periudhë me pemët 19.0%, me energjinë elektrike 18.3%, shërbime të tjera në lidhje me pajisjet personale të transportit me 18.1%, lëndë djegëse të ngurta, dru, zjarri dhe pelet me 13.1%, kafe, çaj dhe kakao me 11.9%, qumësht të djathtë dhe vezë me 9.8% dhe shërbime ambulantore me 8.9%, duke mos përjashtuar këtu edhe plot shërbime të tjera. Ndërsa rënja e çmimeve, thot raporti, vërehet tek grupi i karburanteve dhe lubrifikanteve për pajisjet e transportit personal gjatë muajit dhjetor 2025 me minus 1.7% me një ndikim prej 0.1%. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Therrët me thikje i mitur në Gjakov dërgohet për trajtim në CKUK. Një objekt i vjetër rrezikon të shembet në Gjakov. Rruga në Ramës po vazhdon të shembet. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.